bëj të tillë që kur ti thua po, është po e vërtet. Kur ti thua jo, jo është e vërtet. Nuk do të kesh nevojë që të zesh për kokë të fëmijëve, për kokë për Zotin, për këtë, po mos marr ky, mos mbas ky në shtëpi. Për le të jetë poja juaj, thot po, dhe joja juaj jo. A heq keq nga ju, ndonjë nga ju le të lutet. A ka zemër të gëzuar ndokush, le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thras plejt e kishës dhe ata të luten për mbi të mbasi ta lyen me vajin e emrit të Zotit. Ajo çfarë është e rëndësishme për ne, që neve shpesh e neglizhojmë dhe nuk e bëjmë, është pikërisht kjo gjë, pra, lut. Foa në lutje. Mund të ndodhi që neve gjatë gjithë javës në vazhdim, e vetmja kohë që neve ulim kokën dhe falenderojmë Zotin dhe i lutemi Zotit mund të jetë diela. Dhe ku ne shpenzojmë kohë me Zotin. Mund të jetë diela ku neve këndojmë një himn adhurimi për Zotin. Mund të jetë diela ku neve hapim Biblën për të lexuar nga fjala e Perëndisë. Por Zoti na thot, nëse ti ke diçka që nuk shkon në jetën tënde, nëse ti nuk jep dot zgjidhje, ule kokën dhe lut. Ajo çfarë është më e rëndësishme, Zoti i thërret vëmendjen pleqjve të kishës që të luten për ata që janë smur. Shikoni vargun 14. A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thërras pleqt e kishës dhe ata të luten për mbi të, mbasi ta lyen me vaj në emër të Zotit. Është shumë e rëndësishme që kisha të ketë edhe barin kishe, pra edhe pleqt e kishës në mënyrë që ata të luten, të kujdesen për besimtarë. Dhe në fakt në Bibël përshkruhet pleqt e kishës ose barinët e kishës janë ata që Pietri thot i respektoni dhe i doni pleqt e kishës sepse ata ndërhyjnë tek Zoti për ju. Ata janë mbrojtësit tuaj shpirtëror.